Njerëzit në raport me udhëzimin janë 4 kategori. Në raport me udhëzimin janë 4 kategori. Kategoria e parë është e cila, do me thonë, e cila burimin e ka të turbullt, burimin e ka të dyshimt, qëllimin e ka të mirë. Në kuptim të veprimit, në rregull është çka ka dosh me bo, ama s'ka pas dritë. Prandaj ka deviju është për plasën e për labirintet e dunjas, se s'ka pas ndryshim ato. E dyta e ka dijen e mirë, po qëllimin e keq. Nga munafikët e këtij umeti, apo që ata e dinë ç'është, po qëllimet i kanë të këqija, i kanë ose të tjerë që e dinë kush është e vërteta, po nuk e ndjekin të vërtetën. Ai që kategoria e tretë, ata që domthon e as ndijes janë që duhet, e as qëllimi që duhet. Në dyet e kanë huq. Edhe kategoria e katërt, ata që i kanë ndriçuar Allahu me dije dhe i ka udhëzuar me qëllim fisnik e sinqert drejt veprave të duhura, që të janë muslimanë ata. Se njëri pjekun, njëri mençum, asnjëherë nuk e kundërshton dijen që besonte me veprën e vet. Kjo është mençuri. Po njëri i cili e përputh veprën me dije është i mençur, është i urtë. Me dijin të udhëzuar kanë dije. Këta kanë dije për me udhëheq dhe kanë vullnet dhe qëllim mirë për me udhëheq. Prandaj ata që i kanë bashkuar mes dyjave, këta duhet me ndjek ata. Ka mundsi din, po jo gjithmonë don me bë sipas dijes. Ka dikush që don, po jo gjithmonë din ç'është më apo, se nuk i afron dietarët afër veti. Pra gjithmonë këto probleme shfaqen në debalancim mes këtyre dy forcave orientuese dhe udhëzuese që duhet me pas njeriu. E kullaman wa ma dalla sahibukum wa ma gawa, do më hëndë që ajë tjetë i dobet apo i devijuar në aspekt në dijes apo në aspekt në veprës. Në aspekt në veprës. Prandaj nëse Allahu xhallahu ala e vlerëson kështu pejgamberin dhe gjykon për te kështu, cila është arsyeja mos e pasur? Dhe gjatë tërë Kuranit është dëshmuar se pejgamberi që kështu të thotë. Sillni ju të pra bëni. A mundi me thonë, ma dalle që kjo, së në tushë, se nuk din informata elementare,